Unë nuk kam 70 vjetë, unë kam 170 vjetë. Shini, unë kam pasur dhe fatkeqësi në jetë. Kam pasë jetës mund tjetë vetëm të mira. Apo nuk kam dashkur edhe të më mëshiroj, që t'ju vjen gjuna dhe mshuri ndaj me ljenë. Unë e them që çdo njeri e jeton kohën e vetë. Unë kur fëmijëve të mi, kur mund t'i pyetni, nuk ju them që në kohën tonë. Në kohën tonë ishte ajo që ishte, kjo është koha e tyre, kjo është kjo kohë, kur nuk ju kam thënë që në kohën tonë kjo ishte ma mirë, kjo ishte ma mirë. Jo. I pengoj njerëzit që ankohen, zotëri Mehmeti? Shumë. Jo ankoheni? Shumë. Besoj duhet t'i pyetni tjerët mirë, po më duket se jo. Se unë për shembull them unë shini, unë kam pasur dhe fatkeqësi në jetë. Kam pasur jetës mund tjetë vetëm të mira. Mirë po, gjitha duhet t'ishti mbash ndershëm. Edhe duhet të kesh kujdes se tjerët, për shembull, posaçërisht kur kam përjetuar disa gjëra shumë të dhimbshme, unë nuk kam dash që tjerëve t'ju aprishi atë ditën, për shembull, me dhemjen time. Apo nuk kam dashkur edhe të më mëshiroj, që t'ju vjen gjuna dhe mshuri ndaj me ljenë. Sepse nuk është ajo diçka që ndahet. Nuk ndahet as lumturia, as dhimbja me të tjerët, ajo kot njerëzit që e thonë. Po është tjetër që ti të dish, ta kuptosh tjetën kur vuan, edhe ti mos t'i shkosh me daulle, me muzikë. Se për ndryshe vutja është e ti edhe aty s'ke se që i bënë, si që është edhe lumturia. Edhe kështu që unë nuk ankohem, mund të them që kam jetuar shumë mirë, unë jetoj shumë mirë, unë kam familje shumë të mirë, unë vi prej familjes shumë të mirë. Jeni përmbushur, edhe sot po. Unë edhe fëmijëve ju kam thënë, shini, edhe nesër me vdek kam thënë nuk keni pse t'ju dhimbsem, fare nuk ka nevojë t'ju dhimbsem. Edhe kështu që jam i plot. Unë kam jetuar 200 orë, edhe unë nuk kam 70 vjetë, unë kam 170 vjetë.